Parashikimi i motit për ditën e nesërme, vranësira dhe reshje shiu. Si do të ndikohet moti ynë dhe çfarë kushtesh atmosferike do të jenë në vendin tonë. Moti parashikohet me alternime e kthjellimesh dhe vranësirash, të cilat heraherës pritet të jenë deri të dendura. Reshje shiu me intensitet ulët në veri, perëndim dhe në ekstremin jugor të vendit, që në orët e para të 24 orëshit deri në orët e mëngjesit. Gjatë ditës reshjet e shiut pritet të jenë prezente të herpasershme me intensitet ulët të karakterit lokal në pjesën më të madhe të vendit. Në orët e vona të mbrëmjes, reshjet e shiut formojnë intensitet deri mesatar në veri perëndim, ndërsa në pjesën tjetër të vendit reshjet e shiut do të jenë me intensitet ulët. Era do të fryjë me drejtim juglindje jugperëndim me shpejtësi mesatare 7 metër në sekond, ndërsa në zonat luginore dhe përgjatëvisë bregdetare pritet fitoj shpejtësi deri në 10 metër në sekond. Valëzimi në detet Adriatik dhe Jon do të jetë i forcës 1 deri 3 ball.